Miqtë të Rezedielli, ja ku jemi edhe sot në hapësirën e dim se çfarë konsumojmë. Mundohemi gjithmonë të jemi pranë jush nëpërmjet këshillave që na jep Zoti Hayreddin, mik i vjetër i yni dhe juaj bashkë me zonjën Tefta. Sot do të flasim për angjinaren, apo jo, Zoti Hayreddin? Në fakt, se si na duken këto përshëndetje të hyrëse, na duket që jeni në shtëpisë dhe ndonjëherë sikur janë të tepërta. Prandaj vazhdojmë, jemi në vazhdimsi të hapësirave tona. Në fakt, pse kemi zgjedhur angjinaren të flasim sot? Po në fakt kohët e fundit edhe po përdoret shumë një farë propagandimi për vlerat që ka. Është dhe një kulturë që në vendin tonë është përdorur, por shikohet edhe si një kulturë e rrallë, ndoshta me vlera ushqyese, me cilësi pozitive. Ndoshta nuk shtrihet në gjithë territorin e vendit tonë për kultivim, sepse nuk i gjen kushtet. Në fakt kjo është një kulturë mesdhetare, edhe është vetëm për vendet e mesdheut dhe fiks është për zonat e ulta mesdhetare, jo në zonat e larta, nuk shkon. Është një kulturë shumë vjeçare në kuptimin që nuk i çel lulet që vitin e parë, por në zonat e larta, meqense tani kjo ka marrë një shtrirje në zonat e ftohta, kanë kaluar në kultivar një vjeçar që ju marrin lulet për vitin e parë dhe i mbjellin përsëri. Domethënë ka një larmi, domethënë është një kulturë e vjetër për nga njohja, por në fakt e vjetër si ekzistencë, por është e vjetër në fakt si një kulturë e egër. Dhe në këto vende është një bim barishtore në vendet mesdhetare, bim barishtore e egër. Edhe në vendet tjera rritet e egër dhe me cilësi shumë më të dobta, por në fakt këtu është përdorur në fillim si një bim e egër për përdorime nga më të ndryshmet. Për shembull, për çfarë është përdorur në fillimet e veta, derisa arriti pastaj që u kultivua, u njoh më tepër? Shiko, po ta marrim në histori, në fillim është përdorur rrënja. Pra në fakt angjinarit në fillim është përdorur pjesa e rrënjës. Pra kur ajo është e egër, pjesa e rrënjës është tamam si një kërcell lakre, me gjatësinë e një kërcelli lakre, kur kemi parasysh që duam të përdorim dhe kërcellin e lakrës më shumë, me atë madhësi, dhe kjo pothuajse jam i bindur që televizionistët që na dëgjon e ka shumë të qartë për çfarë flitet, dhe kjo e egër nuk zgjatet në lartësi, nuk shkon që të bëjë një lule lart, po e bën lulen thjesht në sipërfaqe të tokës, dhe zakonisht kërcelli i kësaj nxirret kur sapo ka filluar lulja të qel. Sapo duket që ka filluar të qel pak, atëherë nxirret dhe në qoftë se lihet që të qel lulja plotësisht, që në fakt ka një lule lejla me shumë me shumë theke, me shumë lulza të tjera, ka shumë është gati me shumë petale brenda. Dhe ndërkohë, po që se ka qelur se tepërmi, pastaj edhe kërcelli nuk është më është me fiezime, nuk është aq i njohur, por kërcelli është jashtëzakonisht i mirë për sa i përket cilësive dhe për sa i përket vlerave kur përdoret. Pra në të hershme është përdorur në këtë formë të kërcellit. Pastaj më vonë është përdorur për gjethet dhe pjesa e luleve dhe gjetheve është përdorur për çaj. Përgatitje çajra është ndryshme dhe është një lloj si gjithë këto çajrat e tjera, bëhen dhe çaj edhe me lulet dhe me gjethet e angjinarit. Më vonë ka ardhur kultivimi dhe kultivimi ka ardhur kryesisht për të përdorur pjesën e luljes, mbasi me kultivimin e mëtejshëm, domethënë u arrit që pjesa e lules të bëj pjesë të brendshme të jenë shumë më të mëdha si boqe. Për ka psuar edhe ndryshim derisa ka arritur në këtë pamje, dhe zakonisht përdoret pjesa e brendshme e lules pa qelur. Pra, zëmra e ngjeshur. Pra pjesa e brendshme ne mund ta marrim një foto dhe mund ta tregojmë. Vetëm kujdes mos të nxjihen duart. S'ka problem se këtë nxirjen. Se të bëj atiski, apo jo zonja Tefta. Po, prandaj kemi marrë dhe limonin. Të nxirjen do na e thot zonja Tefta. Pra domethënë do heqim këto një pjesë të këtyre luspave. Do heqim edhe ca të tjera. Po, që të dalë pjesa e bardhë, do ngjelet një pjesë e zemrës e cila përdoret për gatim dhe për në të gjithë përdoret në variante gatimi sot. Zonja Tefta në fakt na ka bërë receta të ndryshme me angjinarin. Për një recetë, për shembull, se ne ndoshta mund tani është futur, është futur në shumë lloje. Për shembull djene gatua me makarona të freskëta. Bëm një salcë me shoqëruse të makaronave. Dhe vetëm që është delikate, siç thash që menjëherë oksidohet, nxjihet, dhe për këtë përdorim limonin, që mos ta lejojmë edhe të mbajnë ngjyrën e vet. Mbushen, domethënë gjithë kjo pjesa e brendshme që tham,
që zhveshim. Bëhet kështu si kupë. Edhe mbushet, se bëhet në formën e harkut, pritet kjo pjesa e majës. Edhe mbushet. Edhe mbushet mezi, si mezi ka ato pjesë të lules. Po, si ka fiza, pjesë të lules si push, pastrohet ai pushi, edhe pastaj e mbush, pastaj në mënyra nga më të ndryshmet. Që nga mishi gri me orizin, që nga qep të njoma me erza, është kopra ajo që është më e përshtatshmja. Si erza, që shkon. Po. Dhe ose me kremra të ndryshme, si për shembull me salca të bardha, me djatra të ndryshme. Pra ka variante. Supë, edhe sallatë të zier thjesht, po. Bëhet e zier me limon e kështu. Po. Në botën e gatimit duam s'duam do futesh zoti Hajredin tani. Kemi detyruar të hyjmë. Domethënë është një ndër në shumë vende, domethënë se kanë traditë, për shembull lindja mesme ka traditë, Egjipti ka në vete, Turqia në vete, Italia ka përsëri është shumë e përdorur në Itali. Shumë e përdorur, sidomos në Itali tani është shumë e përdorur dhe ndërkohë italianët e kanë sjellë në kultivim. Po që për historik. Po të vazhdojmë. E kanë sjellë në kultivim. Është përdorur kryesisht në gatimet me mishqingji për shkak të uljes së yndyrnave të tepërta. Pra ka veti që ka për të ulur yndyrat e tepërta. Domethënë kam këtë, ndërsa për sa i përket nxirjes, përveç se me limon, ka dhe të mënyrën kur e valon. Në qoftë se e lë me kapakun e mbuluar, nxirja është më e madhe. Kur e lë pak, nxirja është më e vogël. Domethënë aplikohet diçka sepse ndodhi një sekret tjetër që mësuan konsumatorët. Por domethënë eliminohet fare nxira kur i ke edhe limonin, nuk i vë dhe kapakun. Ai janë në rregull. Bëhet dele bardh fare sepse e pëlqejnë si të bardh. Po patjetër. Me atë ngjyrën e pandryshuar. Në fakt pjesa më e mirë dhe më pozitive është përdoret në këtë mënyrë si thoni ju, në kuptimin negatime me kështu, sepse un kam parë që ka dhe të konservuar. Po, e freskët është më e mirë. Që e përdorin në këto, kështu që nuk do t'i këshillonim që ta përdorin konservuar, kryesisht. Por do të gjejnë atë mënyrën se si përdoret një material i konservuar për të eliminuar të metat, se në përgjithësi kanë nga këto. Po, zoti Hajredin, tani për çfarë cilësish mbahet e njohur kultura e angjinarit? Tani angjinari njerë është një kulturë që janë nxjerrur ekstrakte bimore prej tyre, qoftë nga lulet, qoftë nga gjethet dhe nga pjesët e tjera, dhe në fakt këtu është pjesa pozitive, sepse ekstraktet e angjinarit i dedikohen përmbajtjes së disa elementeve kimik që ka, një ndër elementet kimik më të përdorshëm, më me ndikim pozitiv që është sinarina, e cila ka dhënë ndikime ne do të marrim një 2-3 raste për të qenë të qartë në këtë se ku është ndikimi pozitiv. Nga përfundimisht është arritur në konkluzionin që ndikimin e argumentuar e ka në lëngjet biliare, pra në lëngjet që nxirren në stomak dhe në mëlçi. Pra, këtë është në laboratorin e trupit është vërtetuar që këtu dhe në mëlçi çfarë bën? Në mëlçi largon kolesterolin e tepërt dhe mëlçin e vën në punë të punojë më mirë. Largon toksinat, domethënë nga mëlçia, nga mëlçia, domethënë është pjesa më e rëndësishme për sa i përket ndikimeve pozitive. Pra, në këto dy aspekte ka dhe një aspekt tjetër pozitiv, me qenë se ka aftësi të largojë ndyrnat. Tash i lidhem atë, që te gatimi që përdori kur në gatime me shumë yndyrë mund të përdoret sepse eliminon yndyrnat, do të thotë që ndikimin pozitiv e jep në organizëm për këtë lloj veprimi. Pra ndikon pozitivisht në largimin e kolesterolit të tepërt dhe në eliminimin e tij. Domethënë që është shumë pozitiv tek jashtëzakonisht. patologjitë kardiovaskulare pra ndikohet pozitivisht. Kujt i dedikohet kjo? Në fakt, te angjinari gjejmë përmbajtje të lartë të vitaminave B. Ose i gjejmë gati të gjithë grupin e vitaminave B që i gjejmë në bim. Domethënë, ato vitamina B që gjenden në gjithë bimët tjera, te angjinari janë pothuajse të gjitha. Dhe janë të gjitha grupi vitaminave B, të cilët japin ndikim përse përket problemeve të rrugëve kardiovaskulare, siç thatë dhe ju, dhe kjo i dedikohet.
por angjinari ka dhe një veçori tjetër pozitive, sepse aftësia për të thithë nga toka element kimik është më e madhe se e bimëve të tjera. Pra ka të bëjë shumë në çtok. Se domethënë ka të bëjë, jo, këtu ka të bëjë aftësia e bimës për të thithur elementet nga toka. Jo, më kanë fjalën që ata që e kultivojnë do të kenë parasysh që në çtok e vendosin. Po, në shtok e vendosin. Dhe në përgjithësi kjo thith shumë. Se po pati cilësi negative toka, këto i përcjell bima. I përcjell të bima. Dhe natyrisht ajo do e varfrojë atë në atë element që kërkon për të marrë. Por ne marrim nga kjo shumë element kimik, domethënë pavarësisht se ne themi te perimet marrim më shumë vitamina, te angjinari marrim dhe element kimik, siç është magnezi, mangan, marrim kalcium, fosfor. I marrim në sasira të konsiderueshme dhe në raporte, nëse për shembull vitaminat B, vetëm te folatet marrim 20% nevojave ditore dhe te vitaminat tjera marrim diku 4 deri në 5% nevojave ditore për 100 gram, flasim gjithnjë. Të kemi parasysh. Këtu te elementet kimike i marrim diçka më lart se vitaminat, pra marrim diku 10 deri në 15% nevojave ditore për element kimik që thash. Pra, nisur nga ana e shëndetit, ekstraktet e angjinarit janë me shumë vlerë në këtë pjesë të rëndësishme. Dhe në fakt ka dhe vende të caktuara që ndikon pozitivisht, është dhe pjesa e fshikëzës së urinës që ndikon pozitivisht. Domethënë në përgjithësi dhe aty ka ndikim dhe kjo në fakt i dedikohet përmbajtjes së këtyre elementeve kimik të tepër që i ka, përmbajtjes së ekstrakteve tepër të fuqishme që ka dhe meqense gjithçka do të kalojë në fshikëzën e urinës në kuptimin e procesit përfundimtar dhe do të na kalojnë në gjak këto pjesë element, domethënë siç duket, ndikon jashtëzakonisht mirë për stabilizimin dhe mbajtjen e asaj nën kontroll dhe për të eliminuar të gjithë defektet që mund t'i vinë këtij organi, që është delikat, që është problematik në kuptimin mbasi do kalojë gjithë proceset e të ushqyerit, organizmi do kalojnë nëpërmjet tij dhe kjo ishte pjesa e ndikimit në organizëm. Juve thatë që është një bimë e egër e hershme, Po, bimë e egër. Dhe pastaj ka filluar të kultivohet. Ka ndërhyrje ke angjinari, siç mund të themi për bimë të tjera, për rritjen e shpejt nga pesticide apo elemente të tjera. Tash ky kultivimi që shikojmë, këto angjinare që shikojmë ne këtu që kemi në tryezë, këto janë të kultivuara. Dhe natyrisht për bimët e kultivuara për gjitha përdoren plera kimike, përdoren pesticide për t'i mbajtur në kontroll dhe shumë radhë. Në fakt, duke qenë se kemi një akoma te angjinari jemi më afër të egër se sa të kultivimit, ndikimet janë shumë më të pakta se sa në kulturat e tjera, të cilat kanë një periudhë më të gjatë, kanë krijuar kultivar, lloj kultivarësh më të shumë. Tuta angjinari ndikimi i proceseve negative në aspektin që thoni ju është pak më i vogël. Dhe në fakt tu synohet që angjinarit të përdoret për gjithë ata që e njohin ose që kanë mundësi ta përdorin, ose që edhe mund ta kultivojnë, sepse normalisht ne jemi në vendin e kultivimit. Domethënë mund ta kultivojnë dhe vetë dhe mund ta përdorin pastaj për shkak të këtyre efekteve pozitive që në fakt nuk i gjejmë te perimet tjera. Se shiko, jemi mësuar të bëjmë këshilluesin që gjejmë të gjitha, gjejmë këtë, gjejmë atë, ndikime dhe për gjitha kështu. Por ndikime pozitive, siç thash, për acidet biliare dhe për mëlçin, më shumë se angjinari nuk jep kush dhe për ndryshimin e raportit të kolesterolit të mirë me kolesterolin e keq. Ndaj dhe është i bimë mjekësore që ka juve, dhe përdoret. Pra, kjo përmbajtje që ka. Po me angjinarin përgatiten lloj bimesh, bile përgatiten barna mjekësore, patjetër që përgatiten, po janë dhe pjesë përbërëse e atyre barnave të cilat nuk i shikon si barna bimor, ta lëm atë që të përgatitura si barna bimor me përzierje bimore që po e po, por edhe vetë medikamente të ndryshme kanë përbërës nga ekstraktet e nxjerra nga angjinari. Për vetë elementet që përmban. Bile në Itali tham që ka një avancim në përsa i përket saj për koriozët, domethënë shpesh herë zëvendëson ekstrakti, zëvendëson pije të tjera dhe përgatisin edhe likerna të ndryshme që shkojnë deri në zëvendësim të pijeve shumë të rëndësishme dhe përgatiten për likere të ndryshme, përdoret shumë angjinare. Është e shtrenjtë në fakt si bimë. Është, ka kosto për faktin që kosto e vjen me rritjen e kulturës së kultivimit. Sa më rrallë të jetë është më shumë. Kostoja ulet duke
Pas masivitet, duke edukuar njerëzit që të kultivojnë dhe bimë që kanë kosto të lartë për t'i përdorur për efekte pozitive për biznes. Për t'i edukuar ata për vlerat që kanë. Në qoftë se ajo do kultivohet dhe prandaj flasim, pra ne ulim kostot. Ne kur flasim tani në fakt... Ne ulim kostot e publicitetit. Jo, ne ulim kostot në kuptimin se bëjmë publicitet që të kultivohen për vlerat që kanë dhe në një të ardhme do i gjejnë dhe ato shtresat cilat ndoshta nuk kanë pas mundësi t'i përdorin. Po, patjetër. Zoti Aredin, është një asortiment që mund përdoret nga çdo grup mosh? Po, është një asortiment që mund përdorë nga çdo grup mosh. Në fakt nuk ka sjell, thash që përdorimi i tij ka ndikime pozitive në fshizën e urinës. Zakonisht ne kur themi që kjo perime ose ky frut ka probleme në lidhje me organizmin, të gjithë japin ndikimet në fshizën e urinës, në kthyrjen e materialeve ushqyese, të atyre që ne i quajmë oksalatet, i kthejnë të ngurta dhe japin probleme dhe japin probleme më vonë për atë që ne i quajmë probleme të gurve në veshka, në një emër të përgjithshëm, ndonë se ato janë të armishëm. Por angjinari është një shkatërrues, një tret si mirë dhe ndërkohë me qenë se themi që ka dhënë vetëm ndikime pozitive në fshizën e urinës, do thotë që mund të përdoret nga të gjithë pa asnjë problem. Pra që kur fëmijët fillojnë të kafshojnë dhe të konsumojnë perimet, mund të përdoret edhe. Patjetër që për nga gjitha moshat. Dhe në fakt të gjithë, shiko, për moshat e treta patjetër sepse shiko si është problemi. Në periudhën e moshave të treta, pa dashur me thënë që organizmi depoziton pak kolesterol më tepër, pak nuk i ka të gjithë aftësitë që krijon oksidime dhe aftësia si antioksidanti i ekstrakteve që përmban angjinari janë shumë më të fuqishme për të eliminuar praninë e tepër të tyre pllakëzave të kolesterolit dhe të qelizave të cilat kthehen të përbërësve qelizor të cilat na oksidohen dhe na depozitohen. Nuk ka më mirë se të përdoret dhe në këtë periudhë. Në këtë periudhë zakonisht duhet synuar që të përdoren ato që kanë ndikim antioksidant më të fuqishëm në një periudhë kur organizmi nuk i shkatërron vetë. Se ka një periudhë. Pra jep dorë më tepër. Duhet patjetër një stimulim, sa të marrish ti medikamente për ndikuar, do marrish patjetër natyrale, duke filluar nga angjinari apo dhe produkte të tjera dhe prodhime të tjera. Është angjinari bimestinës? Shiko, angjinari është bimestinës në kuptimin që zakonisht në këtë periudhë gjejmë neve në periudhën e vjeshtës e gjejmë periudhën e vonë, sepse qel me vonesë, domethënë qel vonë në vjesht. Por pastaj kjo mbasi të kputet bëhet trajtime për të ruajtur për një kohë të gjatë, për arsye sepse ka mundësi që rreth 15 ditë edhe krejt në kushte natyrale të mos psojë asgjë. Pra kur 15 ditë, pra gati 2 javë, edhe angjinari vet nuk pson ndonjë gjë, pastaj plus trajtimeve që bëhen kështu dhe nuk, domethënë i reziston shumë e shumë kohës dhe mënyrës për të tregtuar, kështu që ne e gjejmë atë si në kushte krejt natyrale edhe në këtë periudhë. Të flasim pak, si që kemi folur për bimë të tjera dhe për kërcelin. Kemi haruar çoj morën, jemi në limit të fundit kohës. Folëm pak për kërcelin ne dhe thamë që përdoret. Përdoret dhe kërcelin. Mirë, zoti Aredin, shumë faleminderit sepse na bëre shumë zbulesa sot në lidhje me angjinarin. Besoj dhe konsumatorët kanë mësuar më tepër dhe anvisat për ta gatuar gjithmonë më shumë në familjet e tyre. Shumë faleminderit që na ndoqët dhe ju përshëndesim nga hapësira jon, a e dim se çfarë konsumojmë.